Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët edhe këtë pasdite në Dita me ne, si gjithmonë në DTV Media. E sot do diskutojmë për ritmin e muzikës, lëvizjes, e pikërisht për këtë art do diskutojmë me koreografin dhe valtoaren Fehim Leka, e cili do të na tregojë gjithçka mbi rrugtimin e tij. Kam nderin ta kem sot në studio. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se keni ardhur, faleminderit që keni gjetë kohë. Mirë se keni gjetur. Faleminderit. Si ka lindur ky rrugtimi juaj, dëshira për vallëzim, për koreografi? Fillimisht rruga për vallëzim ka filluar qysh herët, vitet 90-ta. Pasi që është kur u shem sistemi Jugosllavisë në atë kohë, kam fillu në lagjen nga Vrani, kemë thonë ty një herë, ka qenë përpara, tash është Dardania. Edhe aty në shkollë kemë pas disa aktivitete të vogla. Më pas tani u hap një diskotek, unë para se u bë kërcimtar popullor, një herë kam vallëzu në diskotek. Edhe atë kohë, do të them një të vërtet, diskoteka u moj këtë ditë se mbrëmje ishte pak vështirë se situata ishte e tillë. Edhe aty kam fillu, kam imituar me Jacksonin për herë të parë, edhe këtu ka lind ideja më marrë me kërcim. Tani në kuptohet më pas. Për kështu si eksperiencë, por pas kaluar bresa shumë të mira. Po, është vërtet. Po të them drejtën, para se më marrë dhe me shku në disko, unë kur sa rroj ka qenë përpara, i thëshin familje, ndrojshëm dhomat, dalshëm korridor me nejt verës dhe dimri dhe më thonë ishëm në kuzhinë dhe sallon që keshëm. Edhe tu dal nga salloni tu bartu një mu nanës në atë kohë, kishëm e gërqeros, mi baj teshat e pijat këto. Edhe kjo ishte ajo kur unë tu dal, kishëm qitë televizorin në korridor. Edhe kur dal nga kuzhina dal në korridor, edhe kur e shoh atje lunë me Jacksonin, e maj mend. Kjo është para 90-ta, pak a shumë. Aty kum fillu, kur kum pa jam step. Edhe aty kam gjetë si fotografi, halo e kam përpara. Do me ato kostumet, me ato flokë, me ato dredhat. Edhe është një, tash edhe po më kthem pak me edhe emocione, me thonë drejtën, se është diçka që e kam absorvu me nëra në trup edhe në shpirt. Edhe tani koha kur dashket të djelev, kështu, kishë disa muzika tuja sa do pak në atë kohë, edhe e pres qatë të djelev kur po ka mision për me pa me Jacksonin një muzikë, një diçka. Tani për aty kam fillu ka pak në banesë, normal në familje kem pas traditë dhe popullorën, vallet burimore, pasi që vjen nga një region që është e pasur me valle. Pa aty kam fillu për herë të parë, domethënë me ndjetë diçka edhe me marr aty për aty. Tani fillu në diskotek, edhe kështu filloi ka dar. Këtu janë ato emocionet e para që i përshkruaj. Me këthi vetën, ndoshta me krahasu tash me vetën atë moshë, se aty në ato dallimet kryesore që i ki vrenë. A ki ndoshta nostalgji? Po kam nostalgji sepse unë se kisha fillu karrierën se kam fillu si kërcimtar popullor. Vallet burimore edhe përpunuar dhe stilizuar që kemi sot. Koreografike, unë atëherë e kom djetë çato e kom marrë, e kam thith në trup edhe jem mundu më shpreh nëpërmes gjuhës trupit. Tani më pas, kur shkojsha në diskotek, me thonë drejtën, nga një herë dhe u dash me ikë edhe pi orës për me shku, se në mësimin e kishëm paradite. Ka pas rast shembull kem mësu të eri në ora 1, edhe ka pas rast që diskoteka atje u hap në ora 11:12, dhe më shdash besa, me thonë shqyrtin më të madh, tash s'është ndoshta edhe korrekte, po për kohën të thonë që ka qenë vërtet, kam nga ora, vojkit fundit, për me shku në disko, sepse e ndjesha dhe përjetojsha dhe lujsha me Jacksonin, që këngët e tina për mu janë, si me thoni, janë të pavdekshme. Edhe sot e asoj ditën veturën e veç ato ngoj. Po. Pastaj, kur keni fillu moment, do shta me vallet të ndryshme? Po, më pas, unë përfundova shkollën fillore, klasën e 8, edhe kërë përfundova shkollën fillore, klasën e 8, kuptohet, mas 90-ta, prend shqiptarët patën qitë nga puna, baba me të pa punë, është dashke me punu, edhe në qysh klasë 8, ajo koha e pauzës për shtator me fillu shkollën e mesme. Gjësoj koha, unë e kom punu të dajtë me e kam pas një firmë, kem punu normal privat, edhe pe aty kryta punën, shkova në shpe, edhe thash se agjen e kesha ndar dani pikrish në atë agje. Edhe të shku të agja, disa me një lokal, një rrugë ma poshtë se agja, jem edhe i një të bo muzikë me stilia, tupan, def, edhe thash hajtë, ta fos kokën të këshyri qa ka. E kam qelë derën ja fund brenda, kur isha ata metën, djali i ri, me vullnet, e lanë, me pasion, me dëshirë. Thash më falë, thash, a ka kërcim këto, së unë isha vesh muzikë. Edhe kur kam qelë derën, kërcimtarët ishin kanë nën e majtë, po si pasha pi derës. Edhe kur
Tha, po, tha, na kem nevojë tha edhe për kështimtar, tha që ku janë valltar, u thash në farë se si pash, edhe fillova aty me startu, ai ansambël atëherë ka pas emrin nëse s'gaboj Arbëria u quajt. Aty kam vallëzu, aty kam filluar vallet burimore, edhe po edhe koreografi, gjatë që përshëndes Adnan Nezirin, për atë kohë, ka qenë koreograf. Noim Atoshi ka qenë tashmë ndjer, ka punuar Radio Televizion Prishtinës në atë kohë, edhe regjisor, ai ka qenë në kryesi të atina ansambli. Edhe aty unë fillova nesrit, fillova me ushtru, mas një javë, nëse s'gaboj kishim një koncert, nëse s'gaboj në Tërnavs. Edhe unë për një javë dhe desdi sa për afërsisht, i mësova që të vallet, edhe unë përjetojsha, ndjesha, edhe atë impulsin, instiktin që e kisha, sinqerisht e kisha marrë nga me këzeksorin, sepse ajo është çdo gjymtyri trupit ati i flet. Edhe unë isha diku një 5, se ishin diku 7-8 valltar, ka funi ka, edhe të përjetu vallen, shina në përkraje, më thot, këtë djallin, tha, du të mja gjithë venin, tha, se kjo tha për përjetan, tha, kjo tha nuk ka për atje. Dhe më thonë, këto fillaj, a i fjallë të tina, më kam përcjell, me pas gjatë gjithë kohës, edhe në këmë thonë, unë e makë, sa i punë nuk ju dana. Edhe pse normal kem pas mundësi me rëtuar dika tjetër, po s'kam rëtu askon, kam nejtë këto dhe kam shiju edhe sot dhe saj dite. Dhe më thonë, këto e veç hapat e para dhe shia ende. Pra jo si djali i ri, keni qenë kështu edhe goxha interesuar edhe ajo dëshira përmendën përjetimin. A mund të me elaboru pak ma shumë, qysh e përjetoni jo muzikën, artin? Ato që e ndëgjan muzikën, ritmin, valja, se sot edhe si kryus, çdo valle ka atë mesazhin e vet. Këta vllazënit tanë që i thonë që një favullin e vet, domethënë ka një lloj regjie aty mbrana për mbrana. Edhe domethënë çdo valle ka fillimin, zhvillimin dhe përfundimin e vet. Tash unë ata çdo kryus që ka bën shot jam mundu ta marr motivet që i jep, i spjegon, edhe ti marr, ti artikulojnë trupin tem, edhe nëpërmes muzikës unë mundona krejt çka kam të shprehem nëpërmes gjuhës trupit, edhe të bart emocionin edhe të publiku. Tash sa ja kam arrit, këta e vlerësojnë gjithmonë masa, qytetarët, njerëz që në premierat shumëta që kemë pas shot. Unë e ndjej shumë, bile ka shpesh rast, ndoshta njerëz kam qenë i përmbushur motivi me muzikën, nuk ka qenë frekuenca të njëjta. Unë gjithmonë kam qenë ai që kam kërkuar edhe më shumë, më shpejt, më dinamik, më i gjallë. Ka pas rast, ndoshta ndonjëherë pa dashje, me koreograf ku më bisedu, ku më thanë që këto është mundësia, këtu më shumë, po tash kuptohet, jo gjithkush e ka dhe trupin, ose instiktin, pulsin, dëshirën që të e ki. Sepse jo gjithë mund me kanë kapacitetet të njëjta. Për shembull, nëse një tavolinë, nëse ngarkojmë, mund mi çuni 100 kg, apo ja çet 100 e disa, ajo veç thehet edhe trupi i njerit është kjo. Na gjithmonë edhe krijuesi ndërton mbi bazën e asaj që ka dhe trupin. Kjo është një logjik që kanë disa koreografe kanë praktikuar raport me neve. Gjatë që unë e ku marr, edhe sot për shembull kur kam krimtari që i bëjnë për shoqëni tjera, që shkoj kaftesa ndryshme si mbrana dhe jashtë vendit, unë mundona me punu gjithmonë me kapacitetin që e kanë në kërcimtar, do të thonë s'po është ndërtu aty më shumë se që e kap edhe absorbon edhe trupi, edhe shpirti, edhe që nesër ka me dala në skenë. Do të thonë ideja mund me qenë shumë e madhe, po performanca mund me qenë edhe e dop. Në atë aspekt solid për quaj, si nashta është preja keq, po megjithatë unë besoj shumë, këtu ku më arrit, unë ku më arrit me mund i djers, sakrificë, gjitha e kumba dhe si solisti 2 që jam në ansambli Shota, atëherë këta e kumba gjithmonë që kam besu kryust, që unë me qenë solist, me qenë 2-cor, 3-cor, ato dhe më thonë ku arrit me punë, asë njerë nuk kam pas në i farë me dyshe që me thonë së në bënë, së në mbrinjë, gjithë shka që është kërku, unë edhe kolegë tjerë kuptot, e këna realizu me knatësi edhe me dëshirë. Kështu që interpretimi i gjuhës trupit është shumë i rëndësishëm njëtë, sepse duhet ata më një të vërtet, para se me ardhë gjuha, fjalla, komunikimi që sa dhe bojmë na, në përmes fjallëve, kohën e më hershme është folë në përmes gjuhës trupit, me dorë, me shikim, me ecje, me lëvizje, do thonë gjuha, komunikimi është shumë vonë, krahasim me gjuhën e trupit. Po pikërisht ndoshta edhe energjia që e rrezatojmë, pikërisht në këto vallet e ndryshme, dihet edhe mundemi me pas se ndoshta kush po e don ato me të vërtetë dhe kush po e shan në mënyrë ma ndryshe. Këta e shembull krijuesi, koreografi, se sot jam edhe koreograf edhe vetë, me kuptohet,
ishe njerës që ki para vete, ai që jep ma shumë, ta plotësan të përmbush ty për idenë, për krimtarin që te ki, edhe normal që te e përzgjedh ato që ta krym punën, që është shumë normale, edhe njerë po thamë që nuk e kem asnjë kapacitetin e njëjtë, do të thonë të vërtetën, jo vërshot, po edhe në balet edhe ku dush, si aktor, si anylla, do të thonë janë 2 cor, role 3 cor, edhe këto në shot janë këto. A mundem me thonë që baza është e kësaj, është talenti i lindur? Talenti, është fakt që talenti ekziston, se Zoti ta jep dhuntin për diçka njëtë me bati. Po problemi është sa ti din me gjetë veten aty ku ka piku Zoti. Unë e thash e kam gjetë veten, qatë moment, qatë kohë të dalë edhe kom pa me realizonë, unë e kam gjetë, më ka pikë Zoti. Me gjetë veten, çka kom e bo për jetën tema dhe karierën tema, me ardhe i këto. Por, unë kom punu shumë, adhen. Pra kërkon shumë sakrificë. Nuk mund është ti me thonë, mu ka falë Zoti për shto, edhe hajtë se kur gjo, jo, do të punë, është 1% talent, 99% nartë është veç punë. Nuk mund është me thonë, hajtë se e bëj, jo, së në bënë. Edhe arti e ka një të mirë, po edhe për dikon të keqe, nëse e lenë ti, ajtë lenë nuk ta falë, asë nuk të ka djertë migjës, asë motër, asë laj, nuk thotë, ajtë e mundësin, thotë ti, veç dush me punu, më zhvillu. Edhe kaqë, tash kush i ka grasoj pune, se unë kam shumë kolegë Gilan që kanë qenë kërsimtar të mirë, po flasë edhe për kohën, po ja që si cili ka marrë rrugën e vetë, edhe sot janë jashtë, disa janë Gilan, disa ju martu, kanë kriju familje, ndoshta për gjeneratës në Gilan, që i shokët që i kam, i vetëm jam që ka marrë këtë rrugë dhe jam sot në shokë që 25 vjetë, është viti 25. është një vendase jam, është Valentina, gjotë që e shfrytëzoj rastin me përshëndet, se me këta kem pas një rrugtin të përbashkësi në Gilan atje, në ansambl Ngura, më pas një ansambl tjetër ku pas atje një karierë të bëjshme. Edhe ajo është sot për shembull për marrë kur shikomi me to që 35 vjetë jena në skenë, jem edhe fëqin aty, edhe besoj do këtë sikur një motër, si një antare familje, sepse një jetë ma shumë, ma shumë kom kalu jetë këtë ras me vendasën, edhe kolege, Ngilane, edhe Kujshi, edhe këto, që sënë ka nërë ndoshta me antarë të familjes. Pra këta persona do të mismu shumë, sepse gjatë 3 rrugtimit ka qenë ajo mbështetja prej njëri tjetrit, besoj. Absolut, e kem mbështet njëri tjetrin, është fakt, e kem supportu njëri tjetrin, edhe gjithmonë normal gjatë rrugës ti kur jeton, bashkëllton për punën që e bojnë, si kërcimtar, normal që ti të miki na erë të mirë, na edhe ne, sepse ti me antarë të familjes, na njeri e ka na i farë, po kryesisht puna jonë, karriera jonë është dërtu, bi bazën e asaj që na kemë pështetë, dhe një tjetrin edhe me thonë drejtën është, shqyqër që e kam aty, me thonë të vërtetën, sepse e shof minien, dhe me thonë për Gilanit, që e kam Valentinën, kolegën, edhe që shfrytëzoj rastin me përshëndet, sepse kem më thu një jetë tampe që i 35 vjetë, së dhja i mrim 70, dhe gjysën kem kalu. Po besoj që me vazhdu kështu, kemi mrim shumë. Pa tjetër. Cilat janë veçoritë që duhet mi pas një artist si jo? Ndoshta dikush çka është diçka që duhet me pas ju për shembull, disa prej tyre, ndoshta vullneti apo e përmendëm edhe sakrificën në puna pa lodhshme, ndoshta edhe pa orar. Për pasoj që i ceka, unë i sugjeroj, sidomos për flasë për shoqëritë amatore tash, sepse e di që ka shumë, po për me nxjerr talenta të ri, që si më thonë më mamush synën, unë e po shoh pak. Pikërisht sepse është një dorë ju profesionale, ndoshta që punojnë me ta. Unë i sugjeroj që çdo ansambël i shoqërive amatore, baza, temeli për me ndërtu një kërcimtar të mirëfillt, duhet ta kenë levën, që janë pozicionet e kambe, durve edhe mesi sallës. Këto zakonisht e bajnë veç balet, balerinet. Për shembull edhe nën shoti kena. Gjatë kisha sugjeru që nëse fillojnë qysh nesër me punu me këto, besa për 5 vjetë, nëse një kërcimtari ka 15 vjetë, për 5 vjetë ajo është i gatshëm me qenë profesionist. Ambo do të punë atë, kuptohet punë, absolut veç punë. Do të më do sallës asnjëherë. Nuk mjafton në shkova prova që pa pregaditje që kum pa zakonisht, gjatë që është një keq për ta, se për veti nuk ndodhë, ose si janë mësu ashtu. E kur isha më nëna, gjithmonë këto që për flasë me dha një mesazh ta, të kryesia që kanë drejtor, koreograf, që ato që kanë mesin e sallës, një dhe levën bazën, le ta mësojnë, sepse aty dhenat, aty formon trupin, ki konstrukt, man elegancë, dora, kama, shqiqimi, aty shumë gjana banë. E ato nuk banë të shku me 2 orë prova edhe në farmerka. Edhe të baj gare. Ato banë gjithmonë kur shkan aty për vjel kam edhe dur edhe hen shkryjës në salë. Unë thamë o shkryjë sepse ki më silë në tokë
edhe kime bë variacione të ndryshme që i bojnë krijues, edhe leva nuk është vetëm një levë që mendojnë në anët aspekt, një frappe, një fondyni, janë të ndryshme këto. Janë pozicione që kime ullë, plijet e shenjat ka shumë se ndoshta ata s'po mbin mend. Ka shumë punë që e dhanin një kërcimtar edhe bojnë profesionist. Unë me këta kisha pasqem që kisha pas që mi bë apel të shoqëritë amatore, le të marrin njerëz profesionistë për të kërcimtar, se këto çalon pak. Unë e di çalon sepse jam i angazhuar në festivale qoftë syri profesionale, qoftë shkoj në herë shikoj edhe për çaf në motiv si krijues se mbyn për punë të mia. Sugjeroj që salla, puna, kur gjatë tjetër, veç punë, sallë, levën e ta merë një balerin, leka nuk është se njef levën paga shumë, po nuk jam ekspert si kur balerini. Po në njëna gjuhën tem, popullorës që atë sa më vynë mu. Po, normal që kur e shë bënë mira kja që më ka t'ju lërsu, sepse për këtë punë edhe kem kryu dhe shkollën, edhe kem pas profesor baletit, dramaturgjisë, regjisë, shumë gjana që na koreografisë, besa që është baza dhe temeli për një krijues, kështu që unë sugjeroj punë edhe vetëm punë. Ju pastaj keni vazhduar me koreografi, a mundesh më na tregu ndoshta ajo koreografia që ju e bën mas shumë të krenar? Unë në ansambli Shota në sirtarin e vet i ka dikon mbi 50 koreografi. Kuptohet disa ndoshta janë lanë anash, por her pas here edhe i bëjmë rikthimin e tyre. Unë në vitin provojnë domethënë që kam me koreograf mirë njohur që janë edhe nga Shqipëria, edhe në Kosovë, kam punuar me të gjithë, kam pas fatin e madh. Edhe me bashkëpunimet që kem pas me ansambli shtetëror shqiptar, ansambli popullor që është në Shqipëni, domethënë nga provoja që kam bën erdhi një kohë një moment ku ti dush me kriju me bë diçka. Vitin 2013, nëse s'gaboj, ka bën një kërkesë në ansambli Shota me bën një valle dyshe. Të pas parasysh, unë si thashtë me nga Ana Morava. Ana Morava është e pasur me mbi 20 valle burimore të burrav. Edhe i kam marrë 4 valle i kam ndërthur në 5-6 minuta, edhe i kam lidh motivet, kuptohet është burim. Shumë pak është ajo që ka stilizim, sepse i kam qëndru mrena tabanit vallës burimore. Edhe pas e ndërtova këta, me thonë drejtën nuk pëlqy shumë. Edhe kur përfundova këta, piksoj vallës dyshe, e kam lujt e kam vallëzu me kolegën Besnik Rajqevcin, gjatë që falenderoj shumë për bashkëpunimin. Edhe normal, kem dhënë me karakter, kem ngrit nivel, kjo vallë është lujt edhe në Shot Premier, kjo vallë është kem pas ftesë edhe në Top Channel, kem pas gjeru vitin 2018 më vonë, për vit të ri. Piksoj vallë, tani unë fillova, mas është bë premiera, është vallëzu më pak sajde. Ashtu, sa i përket programit artistik vendos këshilla artistik në ansambli Shota. Unë krimtarit të mija që i bëj, zakonisht më ndona me bo punën tem, më shprej në përmes gjuhës trupit, idees, një koncept e ndërtoj. Më nona më varësisht prej koncept dhe idees që kam me trajtu edhe me pas koreografia një fillim, zhvillim dhe një përfundim. Gjatë që i kum arrit këto seri kum ba. E pjesa tjetër vendos këshilla artistik, dhe më thonë në jam aty veç kupto të kry punën tema, nuk përzina, nuk mirë në pse as, zakonisht mu kjo më bën pak ma ndryshe, sepse nuk ndërhy në mendimin e një udhëheci artistik se çka shkon në koncert, festival ose program. As në këshillë, sa na e kolegë punojnë, po këto e kene jo durët e lira me vepru. Pas saj, vitin 2018 kam bërë premier Dasmana Moravës. Nga jo valle dyshe ka e ndërtu Dasmana Moravës, është valle masive, është bërë dikun me 10 qifte, nëse s'ga bëja po 12 për kujtot. Edhe kjo valle është majtë premier, edhe nga ilan flakt janarit, është prit mirë, publika është shumë kam, ata kanë përjetuar si të vetën, si region, edhe kuptohet kisha mosafir qytetar, li e rritë, edhe normalisht që nardhe me pa, edhe kisha mështetje, edhe ka pas duar trukitje, mrena 7 minuta. Pro reagime te për të ta. Absolut, po kjo është ajo që valja të rëmben shpirtin edhe shtin me reagu, me rrishu plak, bën instinktivisht me kanë herë s'ki dhe kontrol të qorës edhe në kam, sepse tërhek. Edhe po të valja do të thojmë një gjatë vërtet. Valja, nëse shikojmë televizor nuk të ebë shpirtin, ose një shfaqje teatrale, filmi është diçka tjetër këtë ras, ose një kam që dhe një është edhin, a mu valja e dënë ku ty të shënjërësën e valit, të shë gjuhën e trupit, aty për aty ajo është emocion këj tjetër. Jënë ato detaje që e bujnë shumë social. Absolut, edhe të shfaqje teatrale, shemull, kur shkojnë teatr, kur është një shfaqje, unë jam këtë mrena shfaqjes. Po nëse një shfaqje e marrë në YouTube ose në një shfaqje teatrale është problem. Filmi tani këtu është këtë diçka tjetër. Do të thonë,
sepse filmi e ka atë muzikën, janë shumë efekte tjera që ndikojnë edhe pasurojnë në aspektin regjisorial edhe diçka tjetër. Po, kur jam bërë dosë me namoravës, këtu do mëni kum bërë absolut, këtu jam ka veç profesionist si kërcimtar, po të marë inserte, detaje nga çdo krijues, punën që kam bërë, do të thonë raport me ensemble, unë kam qenë ai që secil jam unë, nëse më të shpreh kështu, kum vjedh detaje. Qysh për lidh, qysh për ndërthur, çka është hapi vogël, licia këto, unë tani kum fillu edhe kum bë këto dy krimtari pa e kry fakultetin. Tani më pas, domethënë, regjistrum fakultetin, tani këtu kem edhe krimtari tjera. Po këtë dyja që kum bë si jo koreograf, si krijues, që s'kam pas diplomën, sinqerisht kur kthena nuk kam çka hekje, sepse është mirë për mua. Unë nuk shoh vretje që kam diçka. Duket se e gjithë krimtaria juaj dhe vullneti, pashtu ju duket se i doni sfidat, pra, sepse arti, mund me thonë, është një botë brutale. Nëse nuk e dojmë, ndërsa nëse nuk punojmë shumë për ato që po dojmë me mri, atëherë ajo kim është duk prej skenës. Unë për me arti këto krimtari që kam edhe tjera, do t'i përmenë ndërkohë sigurisht, ndoshta edhe kem kohë. Unë ka pas rast të shtunë edhe dile, kur të tjerë kam pushu, ose kam flejt, unë kum shku në salë. Edhe x raste, edhe tra raste, normal është institucion, edhe është sigurimi aty, unë një fred drejtore na ka mundësi me shkushtu edhe kurs kum pas që me më thonë një ose me thonë së në shkonë si diçka. Në mëndon të tjerë, kur kanë flejt, ose kanë uthtiu, ose kanë shku dika, unë jem shku në salë. Ka pas rast që kum kry punën ora 1, se zakonisht për orës 9 punojmë. Unë pa kum shku për drejk mbrëmje, baki nëse më ka një ide, një frymëzim, diçka, unë jem qu, edhe kum shku në shtot, baki 7 mbrëmje, 6 mbrëmje, 8 mbrëmje. A mundem me thonë që kjo është Chelsea, sukses të tuaj? Nuk, në gjë, ka njerë, për me kriju diçka nuk bëhet kur ti dënë, aja vjen vetë. Unë shpesh më ndona me gjithë diçka, për shembull se t'jave kam pas shumë përshimë, s'kam pas angazhim kur gjë. Edhe më ka shku java poshtë, si thojmë na dëm nuk kum kriju, s'kum bë kur gjë as me tru, e as me shkru, as kur gjë. Gjë që s'ja fali vetit. Te arti nuk është kur ti po dën me bë diçka, aja vjen, aja veç ti e lyp, sot zbat nesër, mas në hop, moment caktuar, bëha 10 mbrëmje. Duhet me kap momentin. Aja vjen momenti të hap, e zhvillon trunin, shkruan kavak edhe tani shkon për veti, unë hi në sallë, hala dhe jam aktiv, kuptohet edhe hi vetë i provoj gjanat, i lidhi motivet. A më njerë duhet me gjithë më frymëzu, me pas në qatë koncept, në ndërtu qa vëdën. Për shembull të në krimtari, i kem zonat etnografike në Kosovë që janë, edhe ti nëse tu për bëjnë një valet të Rrugovës, atëherë ti dush me qenë mrena Dugagjinit, dhe më thonë sepse i në qatë regjan. Nëse dalëm të flasëm për krimtari artistike, atëherë këto i ki dur të lira, më zgjëru edhe ma shumë, edhe me dalë për shembull marë motivet të Rrugovës, shqivnis mesme, marsis madhe që është e pasë, ta në më ravë, se bën një koreografi artistike cila e dedikan një personazh dhe çka do kohë. Si për shembull premierën e fundit që kam pas, në përmes gjitha motive, trojeve shqiptare, jam unë kam stilizuar, kam përpunu në atë mënyrë që e kum bë Phoenixet e Lirisë, për shembull, që premierën e kemi pas me 26 dhjetor. Kështu ka pak elaborojmë. A keni trashëgu këtë talent jo? Po, talentin për kërcimtar po është fakt që kam nga familja, me thonë drejtën, unë e babën e kam pas kërcimtar, atëherë njerë qytetarët e dinë, lirin Gilan se baba ka punu në tekstil, tekstile ka pas një ensemble atëherë mrena tekstilit, dhe më thonë, ka qytë ansambli punëtori nëse s'gabaj. Tani më pas të shkona një Zena Ilhadini paka shumë shtu i majnë men, po babën e kam pas kërcimtar, migja edhe e ka qenë kërcimtar, për kohën, edhe po, edhe unë dajti kam për Zhëran, edhe familjet e dajt edhe ka nana, edhe nana ka gja për moshën që ka 74 vjetë, në një dorës në hengë të sen, edhe është flutur, thujna. Edhe nuk jep shembull sa letë këtën. Do e kam të rashiguar nga familja, është fakt, bazën e kam nga familja. Po ashtu të vajzën tuaj e keni balerin? Po, Tuana është pika e me dop në të drejtën. Aja ka zgjedhur profesionin, është fakt që unë ju mundu edhe suportoj edhe kom ndihmu pa ndërprerë. Unë e di që profesioni i vështirë. Aja ka zgjedhur, unë e kam e mbështet, është fakt që unë kom pas qeft që vajza me qenë pianiste, sepse unë kohën kur e më rrit nga o shprit situata, nuk e kam ditë sa është e rëndësishme pas një piano në shpe.
se kurse nas kena pas mundësi me pas piano. Po, rrethonat ka qenë krejt ndryshe. Prind dojnë gjithmonë për fëmin, jam i bindur, po kohën rrethonat, kur i kum pasur në shembull klasën e 5 atëherë u shpris situatë, mos gabosha 6, s'po jam fort i sigurt, atëherë s'ke pas ti mendu për piano, s'ke pas koha sepse gjithçka u rënu, u kthy pikën zero. Kështu që në vajzën e kam pianiste, sot e ka zgjedh baletin si profesion, është shkollë muzikës Prenk Jakov, është e bukur, po simpatike, ka konstruktin e trupit shumë të mirë, ka pas disa paraqitje edhe për në baletin kombëtar, një shfaqje Peter Pan në zgaboj e kam pas, është prit mirë, rolet që ka pas 2 role mrena një shfaqje, e kum pa karakteristikat, vijat e fytyrës, lojen që ka pëlqy. Edhe kuptohet, le ta din vajzat që pret një rrugë e vështirë para vetës, ta din nuk është lehtë. Puna jonë e kërcimtarëve, balerinëve, me thonë me sinqeritet më të madh, është punë fizike, është punë shumë e vështirë, don për kushtim. Dashni, elan për punën, për s'do më ju da, nuk ka nevojë me mendu diçka tjetër nëse e fokusu te kërcimi, don karrierë, me ndërtu, edhe me mbo krijues pse jo, sepse është shumë lehtë kur je performues, por jetë 15-20 vjet, një moment caktuar ti don me kriju, e ki shumë më lehtë, sepse ti atë provojë që ke marrë nga të tjerë, në një moment caktuar edhe ti mundesh me kriju. Kështu që mirë, vajza mirë, gjatë që shfrytëzoj rastin e përshëndes, i dëshiroj shëndet dhe suksese. Pasi që ju doni ta sfidoni veten shumë, cili është hapi i radhës që mendoni që ka me pas një efekt shumë të mirë në popullat? Hapi. Unë jam sfidu gjatë gjithë kohës me veten, edhe për këngëtari, se është sfidë, edhe du me cekë një gjë, kur kom bo, se miki si detaj, për s'kam qare për men, pare beqiri ndjerë, edhe kur kisha bo kërkesën, për me bo një vallit dyshe, ai ka pastan edhe ai ma ka thonë një vullnes shumë natë që unë mujme edhe me kryu edhe ma shumë. Ka pastan mund vje mirë këtë djallë për guximin që ka me bo. Në më thonë gjithë shka njëtë për posë që din, ta merë mendja, me ndonë, ama do të edhe guximi. Për mi shty proceset njëtë për para. Nuk mjafton veç taj qkaj që aty, në më thonë, dënë guxim. E aj, me këtë fjallë, kur ka thonë, vje mirë që e djallë ka guximin, pa të entregu në për drejtorit këshilë dhe ardhën steka tërë që ka qenë, me thonë rejtë ma ka vazon një lojt klikit, kling, edhe këmë thonë, okej, faleminderit për këtë fjalë, që për mua është diçka sikur me bavallën. Tani më dha mundësia edhe veç ja ku jem sot. Pse më falë se pyetja edhe një herë, zia ju përgjigj tamam, po ke pyetja për sfidat, pak a shumë çish don me sfidu vetëm avun, sepse kemi shumë platforma ndryshme, të cilat mundna me tregu artin tonë edhe me arrit ndoshta për masa shumë atë mëdha. Sepse jo po ashtu keni, ju e njihni pra kombëtarisht, po edhe ndërkombëtarisht, pra kur nuk i ndalni kështu udhëtimet. Sakt. Unë sfidat i kam dorë gjithë, i du, unë është fakt që duhem me thoni të vërtet, unë një sfidë që kisha pas dëshirë, sot dhe të realizot nuk e di, dëshira është personale, është e isha sfidu vetën është në herën Big Brother, nëse ishka në mundësia me banë një gjatë tillë. Kuptohet gjithmonë me, unë tha me izin e familjes, sepse unë sot jam i martuar, kam 2 fëmijë, kam prind, kam motër, vllazën, një pa mesa, im ka dha blak, edhe ka njerë do të për disa hapa tutje, si një platformë e tillë që është Big Brother, që është ka shikueshmëri shumë të madhe, normal që do të më konsultu pak edhe me familjen. Edhe familja është ajo që të mbështet për gjithçka. Ajo duket se ka me qenë goxha një sfidë, nëse realizohet, sepse është 3 muaj, pra totalisht izoluar. E di që është sfidë e madhe, pak a shumë, me të thonë rritë nuk o që i përcjellin ndoshta shpesh, por pra e me të i përcjellin, 2 herë një javë që janë i përcjellin. Zakonisht që atë në familje, më lidhemi, shikojmë edhe debatojmë në herë, a kështë hi apo jo. Edhe unë jam tip shumë luftarak, e thamë, se që më të madhë, pavarësisht natyrën kështu, vartë ka në ki përballë, do të thojmë dhe të vërtetën. Sepse nëse nga natyrën jam i qetë, nuk jam tip që du më hangër, si thojmë na, me njerëz, ose të bëj diçka veç të semoj, absolut, për njëtë që jam frymëzuar nga familja dhe nuk e kam natyrën të këto, po normal, kur ki përballë disa njerëz që mundon me qitë për vetës, sa do që ti mund me qenë sportiv, me një humor, me një diçka, po dikura, ka njerë e keqja luftohet me të keqe. Këto është më rëndësishmja që vlerat tona, ma të arta, mi përfaqësuar do për masa ma të mira. Kjo është ajo që po besoj, nuk është ajo
misioni kryesor pra publiciteti apo gjëra të ndryshme, sfidat dhe përfaqësimi i mirë. Unë këta mendoj që nëse tash nuk e di, sepse të tregosh të do konsultu edhe me familje për këtë saj për këtë vendimi, po, nëse hi normal që ne do të me shfletu ma shumë, me lumtu ma shumë, edhe nëse hi me pregadit që me pas me anë asaj asoj 2 muaj ose 3 se di njeri së rren, aty kësha pas që me pregadit diçka normal, një koreografi, sepse pak të më pru fushvërtarin të eme që kam, me të regu vetën edhe që ato përshka dhe kush jam, është fakt që na kemi në stanë po gjithanejna për botë. Unë kam punu edhe me ansamble shënjë amatore, Zvicër, Itali, Gjermani, shkop në ansamble shtetëror këmë bavale, viti, kështë që ravec kam punu, edhe kështë që punë më dhanë, kam njerës të cilët më shtesën e më suportojnë, jam i bindur për këto, po veç që ka vyjë normal që do të pra po thamë familja për më është e shajt, edhe nëse nuk ka diçka që nuk ka dëshirë me banë, nuk e bëj. Se për më është familja. Pavarësisht se sfidat që një du vetë, më thonë, kjo është normal, i du sfidat. Edhe isha ballafaqu. Atëherë presim, ta shohim. Shpresojmë të shohim. Cili do të ishte mesazhe për krejt vallëtarët e ri që duhen me marrë me seriozitet këtë punë dhe me arrit një sukses të lartë? Ata që e dojnë vërtet, një mend e kanë, e dojnë vallëzimin, e dojnë gjuhën e trupit, dojnë me dhanë nga vetja shpirtin s'ken, edhe të tjerët vërtet më qunë ka me do arrukit edhe me absorbu qatë energji që aja jep, do të me pas modele. Këtë rast, unë për me arë këto, unë këmë pas që të regohem fillim, po këtejna prapë, unë me gëzëkson, është model për mu. Do të thonë, këto është ka fillu diçka. Edhe ata duhet ta gjejnë një model vetëm çka e ndjen për të vepruar për të ecë përpara. Për shembull, nëse unë në atë kohë kur gjet Michael Jacksonin, dikush e ka Besnikin. Është 2 artistë mëdha, i kena në fal tash 2 janë të ndjerë. Besim Zekthi, Alamet kërcimtari, na frymzu më vonë kur e marrën vallën popullorin na frymzu ata. Domethënë kena gjet veten. Më pas Besim Zekthit ka qenë Recep Çeliku. Më thonë, gjithmonë të gjenë një frymëzim dikun, por unë nuk jam mitëtar të ngjojnë as Besimit, as Recepit, as Besnikit, as Lekës këtë rast. Unë më marr model, po modelin tem unë e ndërtoj karakterin tem vetash, sepse nga njerë mundohemi të bëhemi kopje dikujna. E unë besëm, nga me sinësit më të madhe thamë, ma thonë, edhe shumë tjerë, unë ndoshta mund të ngjasoj dikuj për shkak mustaqe, po unë performancë në emocion në paraqitjet mia, unë jam veç Leka. Edhe unë kisha pas dëshirë ata, nëse e gjim vetën të na mu frymzu, le të frymzojmë, por ata du të me qenë vetvetja. Se s'moj me lujt në trup dikuj tjetër. E bane aj, ti mere, analizaje, hen, puna, lëves, po shpirti, emocionit du të me qenë si cilit që është me pas karakterin e vetë. Pra me gjithë në vetveta. Absolut, vetveta. Atë sensën tonë dhe me në gjithë performancë më do. Sakt, unë kështu i kisha lutë që mos bëhen kopje të kërkoj, le të bëhen vetvetja. Kur ja tham vetvetja, merr modele, po ti trajtoje gjuhën e trupit, ato shka ti ndjen. Pra dhe më përgatit ndoshta për ato valë të vështira gjatë gjithë rrugtimit, që do të një përballu. Është sfidë, sepse unë kur kom nisë karrierën, unë nuk kam menu që do të vinë shot. Atëherë ka nuk kopem kush ka menu që po shlirohemi ose bat lufta, bën bombardimet. Edhe sot e kem shtetin, kem lirin, kem këta natë mirat kem sot. Sot janë mundësit, janë të mëdha. Unë sot, sinqerisht të tham, t'i kisha pas dikon 18-20 vjetë që kanë mundësit 3 YouTube-ja, Facebook-i, ka gjirime, filmime së shumë ta. Unë me ndajon, isha va kërcimtar me karrierë botërore, me renume botërore në falë. Po dhe jam i bindur, sepse unë e kam dash, unë e trupit edhe sot, edhe se dite, e kam veç qëtë, po normal jam e popullorën dhe mundona me qenë mrena branjën tonë popullor, folklar, sepse si kryus është një tej hollë që donë. Sepse valja donë edhe ndërtim, një struktur, një stilizim, edhe dëshmenajt mrena karakterit valë popullore, edhe dishka me, si me thonë, me pasuru, po pa dalë në kontemporan bashkohor, që sot janë mundësit, janë të mëdha. Unë jam i bindur, se sinqerisht unë të shakon një djalë i ri, unë sot i kisha prek skenat dhe majat botërore, sa i vërket kërcimit. Këto e ndjej, e shoh veten që ku mund të ka. Ja sugjeroj të rive le të punojnë,
mos t'i nalin ëndrat. Adin kur mos ta vëlla smoja, ja, mon gjithçka veç dush punë. Lëvizja don me godit, gjua trupit don me godit sikur një dy boksera në ring kur i mshon fort e çan tokë. Lëvizja duhet me godit, me puls, me instinkt, me emocion. Veç do të energji. Pikërisht. Atëherë faleminderit shumë që ishit sot në studio, edhe na kënaqet me këto fjalë motivuese për në fund. Faleminderit për ftesën, kam qenë i thjesht për tokë, si thojmë na. Vetvetja. Unë po vetvetja fix, kjo si tha, diskutuar me anë të leka. Faleminderit për mundësinë është tjera parë që ve këtë televizioni ju. Ju dëshiroj juve shëndet edhe sukses. Po besoj që kemi kalu shumë mirë. Patjetër, unë jam nisi kur në shpen një bisedë që mund me ardhi adin musafir si thojmë na. Po besa ka mungu ka një kafe turke. Kafën e kumë na vonë. Në rregull. Atëherë faleminderit shumë që ardhët tonë. Shumë faleminderit juve. Dashur shikues, kaq kishim për sot, mos harroni të riktheheni nga hëna në të premten nga ora 17 dhe deri në takimin e radhës, mirupafshim.